mirëmbrama Muhallet Sahatit apo Sahat Muhalla, të dashura nana, të dashura motra vlezër, unë në këto rreshtin e parë nuk do i përmendim, mjaftoni kemi ullë rreshtin e parë, falenderit gjithë që jeni sot këtu. U përmendën gjitha projektet, ta shumë si në fund s'kam edhe shumë që ka të premtoj, do mundohem disa ti përmirësoj. Duke nisur nga shefi shtabit komunal Besari, Besari tha kërkojmë vot për gjithë to projekte që janë realizu. Në ato projekte që i kemi realizu, votën e kemi marë. Dhe faleminderit që na e kemi dhënë votën. Ne kërkojmë votën për projekte që do i realizojmë. Ne kërkojmë votën për atë që duam të bëjmë Tetovën në kapitullin e dytë të zhvillimit. Gjithë këtë që e bëjmë për këto 4 vite, arritëm të bëjmë pa përkrahjen e pushtetit qendror. 3 vite, ne kemi pasur presionin e drejt për drejt të gjitha llojeve të inspektorateve që ekzistojnë në shtet. Bile kuptova se kishte disa inspektorate, unë jam 10 vite në administratë shtetërore, nuk e disha se kishin ekzistuar disa inspektorate, edhe ata na trupitën në derë, për të na ndalë, për të na penguar, për mos me lejuar që të punojmë për Tetovën që e duam. Tash janë 2 opsione. Është opsioni i opozitës, të cilët i duan komunat si trampolin për të ardhur pushtetit qendror. Dhe këtë e thuan. Më thonë me narrativin, artikulimin që e bëjnë këto zgjedhje, kërkojnë legjitimitet për të kërkuar zgjedhjet parakoshme për të ardhur në pushtet. Pra edhe në këto zgjedhje, në nëndijen e tyre, tregojnë se nuk e kanë hallin e komunave. Nuk e kanë hallin e Tetovës. Po edhe njëherë, duan Tetovën ta shfrytëzojnë për të ardhur në pushtetin qendror. Opsioni tjetër jemi ne. Ne, kur e morëm pushtetin qendror, treguam se çfarë mund bëjmë për komunat. Dhe sot kërkojmë edhe ata komuna që si kemi, që të bëjmë atë që kemi bërë në këto komuna si është komune Tetovës. Dallimi është thelbësor. Neve nuk na duhet pushteti komunal për të mbijetuar politikisht. Nuk na duhet pushteti komunal për të treguar se kemi legjitimitet. Ne kemi legitimitetin në zgjedhjet parlamentare që na dhat 107.000 vota të shqiptarëve. Sot jemi në zgjedhje lokale. Sot kërkojmë votën e tetovarëve. Që Tetovën ta çojmë në një nivel tjetër të zhvillimit. E stabilizuar, u përmend uji, mbeturinat, infrastruktura bazë, gjithçka që kishte të bëjë me atë që s'ishte bërë për 30 vite. Dhe falenderit që para 4 viteve na e dha këtë mundësi. Tani më, kur i kemi zgjidhur këto probleme, kemi mundësinë që në kapitullin e dytë, ashtu si Albi e ka emëruar dhe po vazhdojmë të artikulojmë ashtu, të vazhdojmë Tetovën të rikthejmë atij ku ne duam ta ketë vendin dhe meriton ta ketë vendin. Tetova me gjitha bulevardet e depërtuara. Ne kërkojmë edhe 4 vite për ta depërtuar bulevardin Dagoja Toska edhe në krahun tjetër deri te Mema. Sepse para 4 viteve kur ne dha votën, ne treguam se depërtuam një segment atij bulevardi që nuk u depërtua për 20 vite më parë. Ne kërkojmë edhe 4 vite për ta depërtuar edhe bulevardin I Linden nga qendra deri te stadiumi, sepse me votën që na dha para 4 viteve, ne depërtuam edhe një segment tjetër të bulevardit V.S. Bato, që përfundimisht në një mandat të një kryetari përmbyllet komplet një bulevard I Tetovës. 20 vite BDI, 30 vite demokraci, kjo nuk ka ndodhur. Dhe kur kërkojmë edhe një mandat, ne kemi çfarë t'ju japim si dëshmi se kjo është e mundur. Çfarëdo që premtojnë ata,
është mashtrim, sepse nuk e kanë mendjen të tetova dhe të pushteti lokal. 20 vite i pamë në pushtetin qendror edhe në pushtetin lokal. Çfarë i bën tetovës? E katandisën në një gjendje të mjerueshme. Ne sot nuk krenohemi vetëm me projektet infrastrukturore. Ne sot krenohemi edhe me atë që unë kam thënë para 4 viteve kur kam dalë në kampanjë. Është turp 30 vite demokraci, Tetova të flas për ujë, për mbeturina, për probleme themelore. Tetova me 2 universitete, me 5-6 shkolla të mesme, me 10 shkolla të fillore. Tetova duhet të flas për kulturë, Tetova duhet të flas për sport, Tetova duhet të flas për arsim dhe për shkencë. Dhe këtë ne ja kemi afruar për këto 4 vite Tetovës. Dhe këtë po ja ofrojmë edhe për 4 vite të ardhshme Tetovës. Kur ata nuk besonin se ne do arrijmë që ti realizojmë gjithë këta projekte infrastrukturore, sepse e dinin më mirë se ne gjendjen në të cilën e kishin katandisur komunën tonë. Dhe kur flisnim ne se Tetovën do ta rikthejmë në hartën e aktiviteteve kulturore, sikur po dukej si me ju tregu në një film fantashkencë. Por sot Tetova është qendër kulturore në Maqui të Veriut, me aktivitete gati për natë të filmit, teatrit, shfaqjeve të ndryshme, koncerteve të ndryshme, dhe përfundimisht edhe një qendër funksionale rinore, ku të rinjtë tanë mund të kalojnë kohën me aktivitetet lira, me aktivitetet për të treguar aftësitë e tyre profesionale dhe me diçka që ka të bëjë me një rini aktive. Pra ne sot flasim për një kapitull të ri ku Tetova do të ketë më shumë kulturë, më shumë sport, më shumë rini, më shumë arsim, më shumë vlera të cilat ne i përfaqësojmë vlera europiane. Dhe ky është modeli që ne ofrojmë edhe në pushtetin lokal, edhe në Tetovë, edhe në Gostivar, edhe në Struk, edhe në Kërqov, edhe në Dibër, edhe në Çajër, edhe në Kumanov, edhe në çdo komunë. Ky është modeli sepse ne kështu dimë. Ne nuk vjedhim popullin tonë. Ne nuk keqpërdorim fatin e popullit tonë. Ata e katandisën popullin në një gjendje të mjerueshme që pastaj shkonin ju ablenin votën me çmime shumë qesharake. Dhe sot po e përcjellni, po na akuzojnë me turpin e tyre, me mashtrimin e tyre. E fundit del kundër kandidati dhe thot kryetari po blen vota me punësime me kontratën vetëm. Ai sot tregoi edhe një dobësi të tij se përfundimisht e ka pranuar humbjen e betejës. Unë po e inkurajoj. Le ta vazhdoj betejën deri në fund. Unë po e inkurajoj sepse ne respektojmë vlerat demokratike. Çdo qytetar, megjithatë, ka të drejtë të dalë të votojë për më shumë opsione. Por, unë po e them një diçka. Mjaft me shpifje dhe mashtrime. Mjaft me instruksione dhe konstruksione. Mjaft mori instruksione nga Zajazi për të bërë konstruksione kundër Tetovës. Është turp që të vazhdoj të punoj për të shkatruar, për të dëmtuar Tetovën. Dhe këtë radhë, edhe si para një viti, edhe si para 4 viteve, Tetova dhe tetovarët nuk do e lejojnë këtë. Do t'jenë në balë të betejës për të vazhduar çlirimin e institucioneve nga këta njerëz të cilët nuk dinë tjetër vetëm që të vjedhin, të mashtrojnë në kurisë të popullit, të pasurojnë ata dhe familjarët e tyre. Prandaj të dashur, po nëse duan, po është edhe referendum, por është referendum për komuna, është referendum për zgjedhjet lokale, është referendum për një Tetovë të zhvilluar. Referendumi për pushtetin qendror kaloi para një viti, kur ata të turpruar i mlodhen gjitha komunitetet dhe përsëri nuk dolën fitimtar.
Sot është referendum që tetova të vazhdoj të ketë stadium të qytetit, ku Shkëndija jonë do të luaj lojrat ndërkombëtare, të ketë më shumë pishina për nxënësit tanë, të ketë më shumë salla sporti, të ketë më shumë gjelbrim, të ketë më shumë infrastrukturë, të ketë më shumë jetë kulturore, të ketë më shumë jetë rinore. Ky është referendumi 19 tetorit. Jo që dikush të rikthehet në pushtet, për të haruar përsëri Tetovën dhe komunat tona. Prandaj të dashur, me 19 tetor, unë kërkoj votën tuaj për numrin 7, edhe për kryetarin, kandidatin për kryetar të komune, edhe për listën për këshilltar me në krye Albi Qamilin. Vërtet që kemi pasur një këshill të cilin unë faleminderoj çdo njëri nga këshilltarët, me në krye Naimin dhe me çdo këshilltar, bile dhe ata të opozitës. Bile dhe ata të opozitës. Sepse Naimi dhe më parë Besari kanë arritur në mënyrën më të mirë të menaxhojnë një këshill me 31 këshilltar. Dhe këshilli ka qenë krahu më i fortë imi për këto 4 vite atë që kemi bërë. Dhe unë besoj që lista e re e këshilltarëve është edhe më e mirë. Dhe unë prandaj marr këtë vullnet, këtë guxim të dalë dhe t'ju premtoj që përfundimisht pas 4 viteve detova vërtet që do t'jetë shumë ndryshe. Sepse çdo këshilltar në listën që e kemi tash është çdo njëri më i mirë se tjetri. A e dini se pas kryetarit këshilli është organi më i rëndësishëm, institucioni më i rëndësishëm komunal. Biles, me ingrencët që i ka këshilli është edhe më i rëndësishëm se kryetari. Këshilli menaxhon me buxhetin, financat dhe pronën e komunës. Kryetari është institucion qeverisës apo që menaxhon me vendimet të cilat i bie këshilli. Prandaj, me 19 tetor, unë kërkoj vot edhe për numrin 7 në listën e këshilltarëve me bartës Albi Qamilin. Sepse dua që Tetovën, bashkë me këta këshilltarë, bashkë me këtë administratë, bashkë me këta qytetarë të mrekullueshëm, ta bëjmë një qytet model, të cilin do duan të jetojnë edhe ata që nuk janë këtu dhe jo të largohen ata që janë këtu dhe të ikin rrugët e gurbetit. Edhe njëherë, uroj që me 19 tetor këtu në qendër të kemi fest bashk dhe përfundimisht të jetë një diferencë që do të tregoj se Tetova dhe tetovarët vlerësojnë punën, punëtorin, sakrificën, kontributin përballë mashtrimeve dhe gjithë atyre të cilët mundohen me çdo mënyrë të rikthehen dhe pastaj të keshpërdorin pozitën që do e japim ne. Uroj që bashkë me 19 tetor të festojmë në qendër dhe pastaj me njëherë të marrim përgjegjësi dhe të vazhdojmë aty ku e kemi lënë që Tetovën ta bëjmë një qytet, një komunë europiane. Faleminderit dhe shihemi në futuro.